Një dekadë dhe gjysmë më parë, qindra mijëra civil të pafajshëm të Kosovës që u dëbuan në mënyrë mizore, gjetën strehim dhe ngrohtësi tek vëllezërit dhe motrat në Republikën e Shqipërisë. Kjo ndihmë e pakursye bëhet e mundur që këta civil të përballonin me dinjitet dramën e rëndë që kishin mësuar dhe gjendjen e vështirë ku gjendeshin. Pamjet e familjeve kuksiane që bënin vend në banesa dhe shtëpitë e tyre të ngushta e që ndanin me të sapoardhët për kafshatën e fundit të Bukës, bën gjirë në botës dhe janë një dëshmi e paharrueshme e fisnikrisë e këtij populli. Tu 15 vjetë dhe 15 vjetë në jetën e një njeriu janë shumë, po në jetën e një populli nuk janë asgjë. Vetëm 15 vjetë nga orët e një fundshekulli jashtëzakonisht dramatik për shqiptarët, orë që i gjetën shqiptarët në një udhtim që bërit padukshëm kufirin mes tyre, jo përmes një bashkimi të vullnetshëm, por përmes një bashkimi në një sakrifisë përbashkët për t'i mbijetuar goditjes së fundit mund dalje të një tunelit gjatë. Dhe kur e sheh me sytë e sotëm të shkuarën e 15 vjetëve më parë, sigurisht që duket sikur ka kaluar një jetë e tërë. Në njërën anë të kufirit, këtej në Shqipëri, një vend shumë i brisht i dal nga një rënim ekonomik si ai vitit 97 dhe nga ana tjetër e kufirit në errësirën e një diktature gjithnjë më barbare, një përpjekje e zgjatur në kohën sakrifica që shtrihej nga rezistenca paqësore e Ibrahim Rugovës tek fillimet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Qyteti i Kukësit dhe i gjithë vendi ishte në momentin më të vështirë të përballimit të gjenocidit serb ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ndërsa krejt ndryshe sot jemi mbledhur për të kujtuar, vlerësuar dhe kurrë për të mos harruar këtë ngjarje shumë të rëndësishme për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, qendresën e popullit shqiptar dhe bujarinë kuksiane. 15 vite më parë, ne dëshmuam që lidhja shpirtërore e një kombi është më e fuqishme si të gjitha barierat që i kishin vendosur mes nesh. Pa marrë parasysh sa kohë ne kishim kaluar të ndarë nga njëri tjetri, ajo nuk e kishte humbur ndjenjen e dashurisë dhe ndjenjen për të njohur njëri tjetrin. Në atë kohë pesha jon politike ishte e vogël. Ne kishim për të ofruar vetëm zemrat, shtëpinë dhe bukën tonë. Por sot, unë mendoj dhe të gjithë ne mendojmë që mundemi shumë më tepër. Qytetar shqiptar të Kukësit, që ndërkohë hapë dyert e egzodit dhe deportimit shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 99, nga gjenocidi i papar i diktatorit të Ballkanit Milošević. Kujtoj se Shqipëria londineze akoma është duke u kufizuar për brenda kufive real të saj, sepse deportimi i shqiptarëve të
Republikës tanishme të Kosovës viteve të 99 ishte nisur në të gjitha drejtimet që banohen me shqiptar, edhe në Kukës, edhe në Bllace të Shkupit, por edhe në Lugin Preshevës. 14 filluam aktivitetin e parë, galerinë kombëtare në dhe po ashtu edhe një nga këto aktivitetet para që i kanë munguar. Të kthehemi pak te kultura, a ka mundësi të kthehemi shumë?